Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot. Salavatet, përshëndetjet, uratat, bekimet i takojnë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që ndjekun në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, vëllezër të pranishëm, Assalamu alaikum, paqa, shpëtimi dhe falja e Zotit që mbi ju. Mirë se po takohemi këtë ditë më të mirë të javës, ditën e Xumë, duke lutur Allahun fuqiplot për gjithë neve që ai ta zbret mëshirën e tij, rahmetin e tij, bereqetin e tij, mirësitë e tij, Allahumma amin. Sot do të flas rreth temës që kam titulluar fuqia. Një prej specifikave të besimtarit mirëfillt në Zot, është se ai posedon një fuqi të jashtëzakonshme. Dhe sot me lejen e Zotit do të mundohemi që me shpjegu ka vjen kjo fuqi. Se besimtari i vërtetë ka një fuqi jashtëzakonisht madhe. Ka i vjen kjo forcë, ka i vjen kjo energji, nga vjen ky kapacitet me cilën e bën të veçantë besimtarin. Njeriu në jetë, siç e dini, ecën me shpresa dhe synime të shumta. Por rruga drejt realizimit të tyre natyrisht nuk është e lehtë. Pra ka pengesa, ka sprova, ka të lashe, ka probleme, ka bariera, cilat në farforme, por ka edhe lodhje, nga njerë ka edhe plëkshti, nga njëherë, pra këto bëhen shkak që njeriu ndoshta gjatë rrugtimit të tij me mendu që a do t'ja dalë në fund cakut apo nuk do t'ja dalë. Kjo është natyra e jetës, pra natyra e jetës njerëzore apo natyra e jetës në këtë botë është e krijuar me sprova. Jo çdoherë njeriu ka gëzime, begati dhe mirësi, por shpeshherë Allahu xhaleshanuhu besimtarin sidomos e sprovon në forma të ndryshme. Pra Allahu e ka krijuar njeriu që të përpiqet, bën përpjekje, të lufton, të angazhohet dhe në asnjë formë mos dorëzohet. Në këtë rrugtim të gjatë, pra në jetën e kësaj bote, njeriu ka nevojë për një fuqi që ta mbajë atë, që të mos rrëzohet kur sprovohet, ta drejtoj që të mos lajthitet, të jap krah dhe që të gjendet afër tij në mënyrë që ai të realizon dëshirat dhe aspiratat e tij. Kjo fuqi për cilën unë sot do të flas, nuk gjendet në pasuri, as në shokë, as në pushtet. Kjo fuqi gjendet vetëm në hijen e imanit, besimit dhe në mbështetjen e sinqertë në Allahun xhaleshanuhu. Pra besimi është elementi kryesor apo burimi kryesor i fuqisë së besimtarit. Besimtari është i fortë edhe kur nuk ka armë në dorë. Ai është i pasur edhe kur nuk ka arë dhe pasuri. Sepse ai mbështetet Allahut dhe i friksohet ndëshkimit të Zotit, po që sa ai bën shime dhe gabime. Ai e di që Zoti është me ta dhe fuqia e Zotit nuk ka fuqi që i del para. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam në një prej thonjeve të tij të njohura ka thonë sikur ta kishit njohur Zotin, qysh ai e meriton, Allahu do të bënte që kodrat do të shkulshin si rezultat i duave dhe lutjeve tuaja. Pra me një fjalë, sikur t'ju kishit mbështetur Zotit, ta kishit njohur Zotin qysh ai e meriton, momentin kur ju do të bëheshit dua, edhe kodrat do të shkulshin nga vendi apo do të bëheshin thermi. Kjo tregon se forca shpirtërore e besimtarit, kur ai lidhet me Zotin, bëhet më e madhe se deti, më e madhe se stuhia dhe më e madhe se çdo vështirësi. Pra elementi kryesor i kësaj force është besimi në Zot. Elementi i dytë, mbështetja në Allahun. Ajo që njihet e tawakkul ala Allah, mi mbështet Allahut. Allahu në Kur'an shpesh herë e ka përmend mbështetjen në Zot si element i besimit. Prandaj nga i vjen njeriu kjo forcë?
Nga i vjen besimtarit me theks të veçantë i forcë, sepse ai mbështetet në Allahun xhaleshanu. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Allah në Kur'an ka thonë ai që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Nëse juve thot Allahu ju ndihmon, s'ka kush që ju mund juve. Wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Nëse Allahu juve ju lën vetëm, atëherë kush mund të ju ndihmu juve pas Allahut xhaleshanu. E para, nëse ju ndihmon, atëherë nuk ka kush që ju mposht. Po nëse Allahu ju braktis, atëherë kush mund t'ju ndihmoj pas tij? Dhe te Allahu le të mbështeten besimtarët. Që Allahu e përfundon ajetin dhe në Allahun le të mbështeten besimtarët. Sikur Zoti do të na thonë, një prej sekreteve të forcës të besimtarit është mbështetja në Allahun xhalla xhelaluhu. Mbështetja tek Allahu nuk është plagështi, nuk është dobësi, nuk është pritje pa punë. Pra nuk i pret njeriu rezultatet kur mbështetet në Zotin, rezultatet po i pres prej Zotit apo angazhimin se ku bë. Është mbështetja në Allahun, është marrja e shkaqeve, rend parë. Nëse kërkohet punë, e dhoj maksimumin. Nëse kërkohet djers, e dhoj maksimumin. Nëse kërkohet angazhim, e dhoj maksimumin. E pastaj i mbështetemi Allahu xhaleshanu. Pra, besimi i sinqert e shtyn njeriu të punoj, të angazhohet, përpiqet dhe të qëndrojë i fortë. Te kjo pikë po kam dëshirë me ilustru me disa shembuj nga historia kuranore që Allahu xhaleshanu i përmend në Kur'an. Kur e përmend Zoti Hudin alayhis salam, një prej pejgamberëve të Zotit, Allah i përmend fjalët e tij në Kur'an, i cili ka thënë inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbukum. Unë ju kam mbështet Allahut, i cili është Zoti juaj dhe Zoti im. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbukum, unë ju kam mbështet Allahut, ama Allah nuk është vetëm Zoti im, është edhe Zoti juaj. Shuaib alayhis salam, ala Allahi tawakkalna. Allahut ju kemi mbështet. Zoti ka përmend fjalën e tij në Kur'an. Pastaj kemi Musa alayhis salam, i cili ka thënë "Fa kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu." Nëse jeni prej atyre që e besoni Allahun, atëherë Allahut mbështetni. Shumë njerëz kur i pyet kujt ai beson për, do t'i besoj Allahun. Kujt ai mbështetesh? I mbështetet dikujt tjetër. Pra kur thoni besoj Allahut, atëherë ti duhet më mbështet Allahut xhaleshon. Sepse mbështetja në Zotin është prej kërkuesve, apo më thon ndryshe, prej elementeve përbërës të besimit në Zot. Është edhe prej treguesve, po është edhe prej elementeve që në farë forme e plotësojnë besimin tanë në raport me Allahun xhaleshon. Këta shembuj që unë vetëm shkurtimisht i përmenda fjalët e tyre që në to ka mbështetjen në Allahun. Çka na tregojnë neve? Tregojnë se fuqia e besimtarit vjen nga lidhja e tij me Allahun, jo nga numri, as nga malli apo mjetet materiale që ai posedon. Pra, fuqia e besimtarit vjen kur ai e njeh Zotin. Fa'lam, çka ka thënë Allah në Kur'an? Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Kur i ka thënë pejgamberi alayhis salam njerëzve në kohën e tij, Abu Jahlit, Abu Lahebit, e figura të tjera që kanë qenë në Mekë. Thonë shahadetin nëse doni me pështu, bënu musliman. Ata e kanë kuptuar që kur të thush shahadetin, nuk është thjesht vetëm të thonë që dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, një dhe se Muhamedi alayhis salam është rreth dhe i dërguar i tij. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Po ata kanë kuptuar se kur thonë nuk ka Zot tjetër që meriton mu adhuru përveç Allahut një, ata kanë kuptuar se kur ta njohësh këtë Zotin, duhet me njoft edhe programin e tij. Ata atë që u ka dhimbë atyne, se kur e beson Zotin një, atëherë mo nuk ka fajde. Mo nuk mundesh me kon fajdegji. Edhe besimtar njësues i Zotit. Atëherë ata kanë kuptuar se edhe sistemi ekonomik ndryshon.
ata e kanë kuptuar se edhe sistemi politik ndryshon. Pra jeta, programi bëhet sipas programit të Allahut. Sepse ata për ta do të ishte ndoshta lehtë me thonë shahadetin për fjalë goje. Po ata e kanë kuptuar sepse ata kanë qenë njerëz të mirë, gjuhës të Kuranit, të cilën ka zbrit Kurani. Dhe ata kanë ditë që nuk është thjesht vetëm të thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Po kur thush la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, atëherë ti do të më jetu për Zot. Jetën me bë për Zot, sakrificën me bë për Zot, namazën me bë për Zot. Nëse është nevoja edhe jetën me dhon për Zot. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazin, kurbanin, pra sakrifica, jeta ime, vdekja ime, janë thjesht për Allahun Zotin e botra. Për këtë arsye ata nuk e thanë shahadetin. Sepse ata e kuptuan që kur e thu shahadetin ti ndryshon. Jo për 100 shkallë, për 360 shkallë. Sepse kjo është qëllimi i fesë për me marrë fe. Qëllimi i fesë Zotit që njeriu me ndryshu. Përveç këtyre dy elemente, pra nga vjen forca, fuqia e besimtarit. Mas pari vjen prej imanit, besimit në Zot. E pastaj vjen prej mbështetjes në Allahun. 2. E pastaj vjen për arsye se besimtari beson dhe mundohet me realizu të drejtën. Qysh? Besimtari është i fortë sepse punon për të drejtën, për drejtësinë e Zotit. Nuk mundesh me qenë edhe besimtar dhe me përkra të pa drejtën. Nuk mundesh me qenë edhe besimtar edhe me qenë kundra drejtësisë që ka thirrë Allahu xhaleshanu. Nuk mundesh me qenë edhe besimtar i fuqishëm edhe me përkra epshet, pasionet dhe padrejtësitë. Qul, Allahu në Kur'an, wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. An thuaj Muhammed, e vërteta erdhi. Kush është e vërteta? Kurani, feja e Zotit, Islami, Muhamedi, pejgamberi i fundit i Zotit. Kjo është e vërteta, se ka ardhur prej Zotit. Parim e vërteta është vetë Zoti. Por e vërteta erdhi, wa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Kur vjen e vërteta, çka ndodh? Zhduket e pavërteta, e kota. Innal batila kana zahuqa. Vërtet e pavërteta është gjithmonë e destinuar mu zhdu. Sado që mund të zgjat e kota, sado që mund të jetë prezente, sado që padrejtësia është prezente në shoqëri, aja është e destinuar për mu zhduk. Sepse Allahu e ka garantuar që e vërteta ka me mbizotru. Kur e vërteta është me njeriu, është i pathyeshëm, edhe nëse është i vetëm. Për çfarë Allahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Çka urdhnon Zoti? Allahu urdhnon drejtësi. Tjetër, mirësi, solidaritet, humanizëm, vepra të mira. Pra Allahu një prej emrave të bukur të Zotit, mesin atyre 99 emrave të bukur të Zotit, është el adil, i drejtë. Pra përderisa nëse themi unë e besoj Zotin, po për me besu Zotin, ti do edhe me njoh Zotin, ti do të me kanë edhe vetë cilësitë e Zotit më mundu ti me shtim praktik. Se ka mundësi në praktik. Kur ka thënë pejgamberi, Allahu i ka 99 emra dhe cilësi të bukura, ai i cili i përfshin ata i mëson. Po me hin xhenet, nuk është thjesht të më mësu për mënsh, sa njëri mëson për mënsh, edhe mund të mos bëkon musliman hiç. Dhe shumë, kjo mirë me ditë. Po qëllimi është ai i cili i përfshin këtë cilësi, i bën pjesë të programit të jetës tij. Nëse flasim për adel i drejt, bash i drejt, si musliman i drejt mesin e njerëzve. E kuptuat idenë? Pra, fuqia së drejtës, aja që i jep besimtarit forcë dhe fuqitja e zakonshëm edhe nëse është i vetëm, është sepse ai beson drejtësi, punon për drejtësi edhe sakrifikon për drejtësi. Elementi i katërt që besimtarit ja jep këtë fuqi është vllaznillaku apo ndryshe vllazëria për hir të Zotit. Pra vllazëria islame me dash dikan vetëm për hir të Allahut, sepse e ndan të njëjtin besim me ta, njëjtat pikpamje me ta,
njëjtën bindje me ta, njëjtën fe me ta, njëjtën Kur'an me ta. Pra kjo e krijon një lloj vllaznëllaku i cili është edhe pa kontestu shumë kuptimin e ndikimit ti, po është edhe i pa krahasu shumë me llojet e tjera të vllaznëllakut që mund të ekzistojnë. Sepse e dini, sipas Kur'anit po flas, natyrisht, Kur'ani e njeh konceptin e vllaznëllakut. Koncepti i parë që mundet më kuptu është njerëzit janë vllazën sepse kanë një origjinë. Pa marrë parasysh fejnë e tyne, origjinën e kanë prej Ademit dhe Havës krejt, njerëzit mund të quhen vëllezër në origjinë. Baba ju është Ademi, nana ju është Hava. Ju çka jeni ju tjerë, bitë Ademit. Mes veti jeni vëllezër dhe motra. A kuptuat konceptin? Mësojnë njerëzor. Kjo është një lloj vllaznëllaku. Pastaj është një lloj vllazërie që ka të bëjë në aspektin biologjik. Apo që ne e quajmë vëlla prej gjakut. Apo është e fuqishme. Pastaj është një lloj vllazërie për cilën unë këtu po flas, për shkak të fesë të besimit. Po kur e kiti origjinën e njëjtë njëri, pastaj e ki edhe përkatësi nga gjaku e ki vlla, nga aspekti i komësisë e ki vlla, po e ki edhe në aspektin e fesë, këto shënë sa 4 ora të bëhen. Dhe vetëm shtohet doza, forca e këtij lloji vllaznëllaku. Kur jemi te vllazëria në Islam, Allahu xhaleshanu në Kur'an, a dini çka ka thonë? Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. S'ka thonë vëllezërit janë besimtarë, po besimtarët janë vëllezër. A dini dallimin? Me thonë, vëllezërit janë besimtarë, vëllezërit mundën mos më kanë besimtarë. Për çfarë ta gjojna? Vëllezër prej gjakut, po mund të kenë fe të ndryshme. Në aspektin për cilën Zoti po flet, në aspektin fetar nuk janë. Në aspektin e komësisë po, në aspektin religjioz, se i dallon. Njëri thotë shahadetin, tjetri kryqohet, ose tjetri bën diçka tjetër. Kur ka thonë Zoti innamal mu'minuna ikhwa, kuptimi i ajetit, sikur Zoti po do më na thonë neve që besimi është ai që dy njerëz pa njohur i ka bë vllazën. Jo diçka tjetër. Njëri mund të jetojë një ndi, e tjetrin kin, e tjetri anën tjetër të botës, po shahadeti, besimi i ka bë vllazën. Përsa Allah në Kur'an innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vllazër. Pejgamberi alayhis salam kur ka folur për këtë forcë të besimtarit, ka thonë el mu'minu lil mu'min kal bunyan. Besimtari për besimtarin i përngjan murit. Yashuddu ba'duhu ba'da. Keni pa ata gurt me të cilët ndërtohet muri ose tullat që e shtrëngojnë njëna tjetrën. Kështu ka thënë besimtari për besimtarin duhet me qenë forcë. Pra besimtarët janë si një ndërtesë gurtës së cilës e mbajnë njëri tjetrin. Muslimani është i fortë edhe kur është vetëm, por është shumë më i fortë kur është me vëllezërit e tij. E kuptuat thelbin? Por që ata xhumaja nuk falet vetë. Bajrami nuk falet vetë. Kryqësorët, ibadetet grupore, apo me thonë drejt xhamati, namazi me xhamat. Pse 27 herë më shumë sevap? Për shkak të forcimit vllaznëllakut. A keni po me një dorë? A mundet me rejshë plak njëri? S'mundet. Kur bëhen dy dorë, mundet me është më i fuqishëm. Pra, forca e besimtarit mshefet në ato që është vllaznëllak, apo vllazëri për hir të Allahut xhaleshanu. Dhe dini, ditën e gjykimit, ka thonë pejgamberi Muhamedi alayhis salam, në mesin e atyre grupeve që do të hinë në hijen e Zotit, në hijen e arshit të Zotit, mëshirës së Zotit, ditën e gjykimit, kanë me qenë edhe dy vetë, rajulani tahaba fillahi, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Dy njerëz, dy burra, dy persona, e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut. Aja që i ka bashku ka qenë vetëm për hir të Zotit.
Edhe kur i nda, aja që i ka nda, ka qenë prapë për hir të Zotit. Pra, dashnia e sinqert, kur dika në dënë për hir të Allahut, bëhet shkak që me fitu xhenetin e Allahut xhelle xhelaluhu. Po kam dëshirë me përmend një shembull, me ilustru këtë pika që e përmena ma herët. Edhe në të kalunën, në kohën e profetit Muhammed a.s. Po edhe në kohën e sahabëve, tabiinëve, gjeneratave të para, edhe në kohën e sotit, ne kemi shembuj për plot shembuj njerëzve besimtarë që kanë tregu se janë jashtëzakonisht fuqishëm. Shembull konkret e kemi vëllezërit dhe motrat tona në lindjet mesme në Gaza. Sa persekutimet, sa vujtjet, sa masakrat, sa ku të diun, po kanë qëndru stoik, pa thyshim, se janë venin e vetë. Që ka bo me qenë kashtë furt, ata? Besimin Zot. Sepse ka njerë kër i lexojnë në historit e sahabëve, na mendojnë na krijuhet përshtypja që ata kanë qenë pagabushëm. Edhe a dini çka thonë ana? Ata kanë qenë njerëz të mrrin, evlia, njerëz të pagabushëm, e na gabojnë edhe na një farë me zhgënjehemi, kjo është gabim. Edhe sahabë kanë bo gabime si na. Kanë bo dhe ata lëshime. Edhe ata kanë pas mos pajtime me zveti. Ka pas për tyre që ndoshta s'kanë folë me njëri tjetrin. A ka ndodhur kjo po? Ka pas për tyre ndoshta që i ka qortu pejgamberi alayhis salam. Ka pas për tyre që pejgamberi ka thonë, mos mi prek shokët e mi. Edhe ai ka qenë shok i tij, po pejgamberi çdo herë është bon me anën e njerëzve të shtypur. Unë po kam dëshirë me përmend vetëm një prej figurave më të njohura të sahabëve. Abu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Për çet Abu Bekrin kur ka fol pejgamberi për ta, ka thonë sikur ti shmat besimi, imani. Çfarë fuqia e imanit të Abu Bekrit me fuqinë e imanit të ummetit Muhammedit alayhis salam, komplet. Me dal një peshoje, me pas mundësi me mat, një kanar, njënën anë, besimi, imani i Abu Bekrit, anën tjetër i ummetit Muhammedit alayhis salam, këtë muslimanëve. Ja kish mujt imani dhe besimi i Abu Bekrit. A kuptuat pse zgjodhi pejgamberi alayhis salam shok të udhës të migrimit Abu Bekrin? Se pejgamberi s'ka pas nevojë për dikant që i mbjell dyshime. Po dikush që e përkrah. Dikush që ka fuqi të besimit. Dikush që është i sinqert. Për ata Abu Bekrin çka kanë thujt? Abu Bekr as-Siddiq, Abu Bekri i sinqerti. Pse ka marrë këtë epitet ai? Se ka qenë i tillë. Dhe me njerëzit sinqert, me njerëz që kanë iman, me njerëz që s'kanë dyshime, me ata fillon rrugtimi, me ata fillon puna, angazhimi për kauzën islame. Sepse ata janë gjendje gjithçka me bën për me rujt amanetin me çun vën amanetin Allahu xhallahu xhanu. Abu Bekri ishte i tillë, prandaj pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wassalam e zgjodhi. Që kjo Abu Bekri për cilën unë po flas? Ka qëndru i palëkundur në momentet më të vështira, sepse dinte se forca e vërtet është Allahu. Ky ju kam shtetë Allahut. E dini kur e shpenzoi pasurinë në rrugën e Zotit? Që kjo Abu Bekri? I tha njerëzit i thanë, po edhe Muhamedi sa, o Abu Bekr, çaj ke lënë familjes? E kishte shpenzu krejt. Den gjysë pasunisë ishte shku shok tjerë pejgamberit alayhis salam. Omeri, Uthmani, ai tjetri, ky tjetri. Çka e kelo madha tarakta li usratik li ahlik? Taraktu Allah wa rasulahu. Çka dha Abu Bekri? Ja u kumlon Allahun dhe të dërguarin e tij. Çka është kjo? Fuqia e besimit. Ku ne dridhet dora kur është pyetje për me dhon? Ai cili mendon se forca, fuqia, gjithçka është në pasuni. Ai cili e beson që forca kryesore është në besim, nuk i dridhet dora. Se din që ai ka fuqi prap, mja kompenzu edhe shumë fish. I tillë është kush? Abu Bekri, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Pra fuqia e njeriu të besimtar nuk matet me muskuj, as me prona, as me patunshmëri, e as me pozita.
fuqia e besimtarit matet me besim iman. Sa me fort jetë besimin në Allah, aq me fort është zemra, mendja dhe qëndrueshmëria e njeriu në rrugën e Zotit. Vëllezër besimtar, le ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun, të mbështetemi tek Ai, të punojmë për të drejtën, drejtsinë e Zotit, të ruajmë vëllazërinë mes neve. Kështu me lejen e Zotit do të jemi më të fortë, edhe si individ, edhe si komunitet, edhe si shoqëri, por edhe si ummet i zgjedhur i Zotit. Lusim Allahun më na bë prej atyre që jemi shtetën tek Ai dhe lusim Allahun që më na shtu imanin, besimin e sinqert. Allahumma amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.